Përshëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme u pushtua nga frikrat që kur ishte fëmijë, frika nga të tjerët, frikë nga refuzimi dhe sidomos frikë nga e ardhmja. Këto frikra mbushën plot zemrim zemrën e saj. Në atë kohë ajo nuk e dinte se dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Nuk e dinte këtë gjë sepse mendonte se nuk ishte e denjë për dashurinë. Ajo gabohej. Megjithatë e kuptoi të vërtetën në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Sa kohë qëndrove në jetimore, Patricia? Rreth 7 vjet. Kur shkova isha gati 11 vjeç dhe kur dola isha 17 e gjysmë. Kush të futi atje? Më futi shërbimi social shtetror. Pasi nëna ime më braktisi. Nëna birësuese. Takoje ndonjë nga familja gjatë asaj kohe? Jo, prindrit e mi biologjik nuk interesoheshin as pak. Motra e madhe më shkroi disa herë letra dhe më premtoi se do të vinte të më takonte, por nuk erdhi. Dhe si u ndjeve? E tradhtuar. Ai ishte goditja e fundit, edhe pikërisht atëherë fillova të zemrohesha. Kuptova se nuk mund t'i besoj askujt. Të gjithë më kishin gënjur. As tek Zoti nuk besoja. Nuk doja të jetoja, disa herë u përpoqja t'i jap fund jetës. Më trego pak për këtë. Hera e parë ishte në moshën 18 vjeçare, kur i dashuri më la. Hera e dytë ishte kur njerëzit me të cilët ndaja shtëpinë më nxorën jashtë, një shtëpi e mbushur me të droguar. Edhe urreja aq shumë jetën sa doja të vdisja. A ndihesh akoma ashtu? Po. E urrej veten time. E urrej njeriun që jam tani. Miqtë e mi, po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 285, i serisë të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Mund t'ju ndihmoj? Kam nevojë të më shtroni këtu. Cili është problemi? Më duket se po të shmendem. Çfarë simptomash keni? Dëgjoj zëra, gjithashtu kam qenë e pavetdijshme për 3 ditë, edhe sapo u përmenda në makinën time. Po merr ilaçe? Sigurisht. Cili është doktori juaj? Një psikiatër i departamentit të shëndetit mendor. Telefonojeni, ai e di problemin tim. Më ndihmoni përpara se të vras veten, ju lutem. Në programin ton të erës së shkuar, dëgjuam se si personazhi i historisë sonë të sotme dhunohej nga miqtë e nënës së saj birësuese, e cila më pas e braktisi. Edhe pse i kishte prindrit biologjik dhe po ashtu motrat e tjera, ajo u rit në një jetimore, plot zemrim dhe urrejtje për veten e saj. Asgjë nuk e lehtësoi shpirtin e saj të munduar, as droga, as alkooli dhe as këshillimet. Në përfundim të dëshmisë së saj të vërtet, do të dëgjojmë se si ajo gjeti paqe. Kjo është historia e vërtetë e Patricia Peton, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë isha një nën 28 vjeçare, e divorcuar me një vajzë 3 vjeçare, e cila ishte drita e jetës sime. Ne jetonim në Rushville të Illinoisit. Më parë jetoja me time motër, e cila më vonë u bashkua me bashkëshortin e saj, duke mi lënë mua të gjitha shpenzimet e apartamentit që dikur ndanim bashk. Babai i Suzanës dërgonte çdo javë para, por prap ishim ngushtë nga ana financiare. Ndaj nisa punë si banakjere. Në vitin 1981 u njoha me Richardin. Më bëj një birë. Nuk të kam parë ndonjëherë këtu. Kam qenë vërdall. Grua të dashur, ke? Jo. Sa mirë. Ai më tërhiqte shumë, për vetë faktin se unë nuk e tërhiqja as pak. Isha e re në qytet, dhe mendoja se mund të kisha të gjithë burrat që doja. Dhe unë doja ata. Ai ishte beqar dhe shpesh rastisnim të dy në të njëjtat festa. Në vjeshtën e vitit 1981, ne filluam të dalim bashkë dhe ai takoi vajzën time. Më pas erdhi Krishtlindja. Më lërë t'i lajo. Je shumë i mirë, Richard.
Nuk duhet jetë e lehtë për ty të arrisësh Suzanën e vetme. Babai i saj dërgon para, por nuk mjaftojnë. Sidomos tani që humba edhe punën. Unë kam disa para për ty edhe dua që ti marrësh pati. $100? Po pse? Dua që ti blesh Suzanës disa dhurata për Krishtlindje. Pemën, dhuratat, gjithçka. Oh, Richard, ti je shpëtimtar im. Jap se të dua. Në shkurt ai më kërkoi të jetoja me të në shtëpinë e tij që ndodhej në një fshat jashtë qytetit. Ai e trajtonte Suzanën si të ishte vajza e tij dhe në dhjetor të 1982-shit ne u martuam. Gjatë 3 viteve të para, edhe pse të dy pinim, ishim shumë të lumtur. Më pas unë fillova të këndoj me grupet muzikore të asaj kohe në lokale dhe gjithë dashuria që ndjeja për Richardin u venit. Nga viti 1985 deri në vitin 1995 u bëra një pianece e papërmbajtur. Zemërimi që ndjeja për brenda ishte në çdo kohë gati për të shpërthyer. Ku po shkon? Në shtëpi. Po prit pak, vetëm 2 gota kam pirë. Ke pirë më shumë se ç'duhet pati. Fol për vete, është akoma herët. Hajde, ndaj, më kthe në qytet, dua të festoj. Jo, rrugët janë të rrezikshme nga Dëbora. Dua të shkoj në shtëpi para se të gjitha ata pianecë të dalin jashtë edhe të na prishin makinën. Po, pse ndalove para dyqanit? Na duhen ushqime për mëngjesin. Nuk vonohen. Gjatë kohës që ai ishte në dyqan, unë dola nga makina dhe nisa të kthehem në lokal. Bora ishte grumbulluar në 2 anët e rrugës dhe unë po ecja në buzë të saj. Richardi doli nga dyqani dhe e dinte për ku isha nisur, kështu që më ndoqi. Ai ishte atje kur aksidenti që ndodhi më la pa ndjenja. U përmenda në spital. U zgjove? Sa mirë që shpëtove. Çfarë ndodhi? Të goditi një furgon. Nuk të pam, nuk mundi të ndalonte në kohë. Unë po vija të merja dhe e pash të gjithë skenën. Kur afrova të ty e shtira atje në të borë, ti nuk lëvizje dhe nuk të ndjeja pulsin. Mendova se kisha vdekur. E tillë ndjem. Sa kohë do qëndroj këtu? Do të qëndrosh capat. Legeni edhe një kocke këmbës të janë thyrë. Doktori thot që do pak kohë që të shërohesh. Mrekulli. 3 muaj në krevatin e spitalit dhe në karrigen me rrota në shtëpi, më dhanë mjaft kohë për të menduar. Thuaj se gjithë jetën time kam dashur të vdisja dhe disa herë isha përpjekur të jepja fund gjithçkaje. Tani që isha afër vdekjes, pyesja veten. Vërtet kam dashur të vdes? Atëherë vajza ime ishte 18 vjeç dhe nuk jetonte me ne. Ajo dilte me një djalë të krishterë. Erdha të shoh se si je, mama. U lodha, duke ecur çal. Mund të kishte shkuar dhe më keq. Mund të kishe vdekur. Nuk do të kishte qenë keq, jo. Gjithnjë e kam dashur këtë. Sa keq, mama. Jeta është plot të papritura, Suzana. Por nuk kemi të ç'bëjmë. Duhet të vazhdojmë ta durojmë këtë makth. Zoti ka për të ndihmuar nëse ti kthehesh tek ai, mama. Po si? Edhe nëse ekziston, ai nuk do t'ja di fare për mua. Zoti i do të gjithë, mama. Çdo frymarrje e jotja vjen nga ai dhe pa të ti do ishe e vdekur tani. Unë besoj në Zot dhe e di se dora e tij është në jetën tona, përfshirë tënden. Sa po u shërova, ju riktheva jetës sime të mëparshme, me alkoolin në njërën dorë dhe drogën në dorën tjetër, duke shkuar kudo që mund t'i gjeja. Ndonjëherë pija që nga ora 10 e mëngjesit e derisa humbisja vetdijen. Humbja e ndjenjave filloi në vitin 1990, ndaj që nga koha e aksidentit unë isha bërë plotësisht e varur ndaj alkoolit. Por më pas, ndjeja se jeta nuk kishte pse të ishte kështu. Besimi Suzanës më kishte risjell në mendje disa vargje që i kisha mësuar kur kisha qenë fëmijë. Por nuk është se më nxori nga spitali psikiatrik. Ata madje më dhanë ilaçe depresioni dhe çdo javë takohesha me një psikiatër. Pse e urren veten, Patricia? Sepse jam njeri shumë i keq. Si të mos jem. Askush nuk më ka dashur ndonjëherë. As bashkëshorti yt? Në fakt, dikur ai më ka dashur, para se të përfundoja në këtë gjendje. Pas ai mendon se më do ende, po unë nuk e kuptoj se si. Shiko, unë jam pianece,
As prindrit e mi nuk më kanë dashur. A të kanë ndihmuar ilaçet? Më kanë ndihmuar, the? Nëse do të thuash a më kanë ndryshuar, atëherë përgjigjja është jo. E di se duhet të ndryshoj, kështu më thot edhe zëri im i brendshëm. Zëri yt i brendshëm? Po, E dëgjon ti këtë zë? jo, por është aty, gjithkohës, Dhe çfarë të thot ky zë? se ndryshimi është afër. Mos të duket gjë si kërcënim. Në fakt jo. Mos po të shmandem. Në shkurt të vitit 1996, kur u përmenda në makinën time pasi kisha humbur ndjenjat për 3 ditë, shkova të kontrollohesha në spitalin psikiatrik të Springfieldit. Psikiatria nuk ishte diçka e re për mua, sepse më parë isha përpjekur të vetvritesha 3-4 herë. Bashkëshorti dhe psikiatri erdhën dhe më takuan. Zoti Peton, mendoj se gruaja juaj do të bëhej më mirë nga defibrilimi elektrik. Kjo është shumë e rëndë, doktor. Në raste të tilla ne kemi zbuluar se ky kurim e largon pacientin nga depresioni. Pa jo, nuk më duket në depresion, më duket më shumë e zemruar. Ajo është shumë e dëshpëruar. Alkooli mund të duket sikur e qetëson dhimbjen, por dhimbja është atje dhe vetë alkooli është një qetësues që e përkeqëson dhimbjen. Unë për vete nuk jam dakord për defibrilim. Unë dua të provoj gjithçka, Richard. Nuk mund të vazhdoj më kështu. Nuk isha në gjendje të merrja vendime, por 4 ditë më pas i kërkova doktorit të niste terapin. Richardi nuk ishte në dieni të kësaj, derisa në mbrëmje erdhi të më takonte. Ajo të marrua aq shumë nga ajo që pasa, edhe sot nuk flet asnjëherë për të. Vazhdova në spital duke bërë defibrilim 2 herë në javë për 4 javë rresht. Kur përfundova si njeri jo normal, ata më nxorën nga spitali, por vazhdoja të merrja shumë ilaçe, edhe të ndiqja seanca këshillimi çdo javë. Dëshiron të sjell në një gjë zemër. Jo, Dëshiron të dalësh pak jashtë. jo, nuk dua asgjë, madje as të pi nuk dua. Duke shumë mirë që kur je kthyer në shtëpi. Shpresoj të ndihesh më mirë tani. Po unë nuk ndjej asgjë. Po mua më dukesh mirë. E nga e di ti se si ndjem unë? Nuk e di, thash vetëm që më dukesh mirë. Ti e lidh vetëm me pamjen e jashtme, kështu? Herët avon, edhe ti do largohesh, si gjithë të tjerë. Jo, unë nuk do të lë pati. Unë dhash fjalën që do jem me ty derisa vdekja të na ndaj. Pat unë të dua. Po si mund të më duash? Nuk mundesh. Askush nuk më ka dashur ndonjëherë. Zemërohesha me të kur thyente rregullat. Dhe rregulli ishte nuk mund t'i besosh askujt. Nuk e kisha iden çfarë ishte dashuria. Megjithse im shoq ishte një shembull dashurie për mua, duke qëndruar pranë meje pa kushte, duke sakrifikuar vetë interesat e tij për të më ndihmuar të ndryshoja. Diçka që mendoja se ishte e pamundur. Unë isha mbyllur plotësisht në vetvete. Por zëri im i brendshëm kishte pasur të drejtë. Ndryshimi po vinte. Nuk isha më asnjë dëshirë. Vazhdoja të merrja drogë dhe ilaçe të cilat më bënin të ndjesha e pasigurt edhe bosh. Pas një viti ndërpreva të gjitha mjekimet dhe seancat këshilluese. Më pas, një pjesë e kujtesës sime humbi, dhe kur ndjesia e zbrastis më mbështillte, zëri i brendshëm rikthehej dhe i jepte shpresë zemrës sime. E uritur shpirtërisht, unë lexova shumë libra. Në atë kohë vajza ime kishte 2 vjet që ishte bërë krishter dhe ishte martuar. Ç'kemi mama, si je? Do gëzoheshe po të më shije duke lexuar Biblën, Po e lexo? Po lexoj këtë libër që flet për të ardhmen, edhe të citon disa vargje nga Bibla. Bibla e dënon atë gjë mama, është djallëzore. Jo, nuk është. Të tregosh të ardhmen është dhunti, edhe vargjet nga Bibla e pohojnë këtë. Nuk mund t'i marrësh vargjet e Biblës jashtë kontekstit dhe t'i përdorësh mama. Ti di gjithçka apo jo? Unë e njoh Perëndin duke studiuar fjalën e tij. Dhe ai i dënon ata që mundohen të zbulojnë të ardhmen. Atëherë pse ja jep këtë dhunti dikujt që nuk e lejon ta përdor? Kjo dhunti nuk vjen nga Perëndia, por nga djalli. Bibla është shkruar në mënyrë që ne të mund të dimë gjithçka që kemi nevojë të dimë për të ardhmen. Çdo ditë e jetës sonë drejtohet nga Perëndia kur ne i përkasim atij. Ai e ka çelësin e së ardhmes son mama.
Është e rrezikshme kur kërkojmë të dimë të ardhmen nëpërmjet shpirtrave, sepse ata janë nga i ligu dhe janë dërguar për të ngatëruar ty. Mendoja se Zoti ishte i gjithëpushtetshëm. Dhe është i tillë. Atëherë pse nuk i largon shpirtrat e ligj, nëse ato janë të rrezikshëm? Pse nuk i ndihmon njerëzit të shpëtojnë prej tyre? Mund të ma shpjegosh këtë? Ai e bën. Si? Të paktën mua nuk më ka ndihmuar. Ku ishte ai gjithë këto vite kur unë jam ndjere vetme edhe pa shpresë? Pse lejoj të vuaja unë kaq shumë kur mendoja se ai do të më ndihmonte? Pse i beson të gjitha gënjeshtrat që shkruhen aty dhe nuk beson atë që Zoti ka shkruar në Bibël? Ti je si ata, të duket vetja Perëndi. E nga i di ti që Bibla u shkrua nga Zoti? Mos më pyet më për asgjë. Ti mama nuk po kërkon të vërtetën. E gjitha ka të bëjë me faktin se ti duhet ta vendosësh besimin tënd tek Perëndia, por ti nuk e kupton këtë. Fjalët e saj të thjeshta tepërtuan përmes murit të zemërimit që unë kisha ndërtuar që fëmijë. Pasi Perëndia nuk më kishte rikthyer nënën, ajo kishte të drejtë. Doja të dukesha e zgjuar duke i bërë pyetje, por tani e kuptoj se kisha nevojë të dija të vërtetën për veten dhe për Zotin. Kisha shumë pyetje dhe sa herë mendoja kthehesha në atë realitet ku isha dhunuar pa mëshirë. Dhe Zoti nuk kishte bërë asgjë. Dola në përfundimin se mbase Zoti ekzistonte, por ai nuk donte t'ia dinte për mua sepse nuk kisha asnjë vlerë për të. Verën që pasoi, vazhdoja të kisha shumë pyetje dhe vetëm e mërzisja vajzën time. Do më çaj? Jo mama, faleminderit. Më thuaj diçka. Po, përpiqem të kuptoj këtë punën e paracaktimit. Kam lexuar në librin e Efesianëve dhe nuk e kuptoj. Zoti është i gjithëpushtetshëm apo jo? Po, ashtu është mama. Që do të thotë se ai mund t'i shpëtojë të gjithë. Po, shiko, ai krijoi një rrugë që të gjithë të shpëtohen dhe duke qenë se ai di gjithçka, e di gjithashtu edhe se kush do ta pranojë atë. Zoti i krijoi të gjitha. Kafshët e fushës, shpendët e qiellit, peshqit e detit dhe të gjitha funksionojnë ashtu si ai i ka krijuar për të funksionuar. Por ai na dha vullnet të lirë. Ai e ka lënë në dorën tonë nëse duam të shkojmë tek ai përmes Jezusit ose jo. Po ti the se ai do që të gjithë të shpëtohen. Po, Bibla thot: Zoti nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe në librin e parë të Timoteut, kapitulli 2, vargu 4 thuhet: I cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të vinë te njohja e së vërtetës. Po a e dinte ai që mua do të më dhunonin? Ti mund të kishe ardhur te Zoti kur jetoje në jetimore, ose dhe herë të tjera, por zgjodhe të bëje gjëra që të kënaqnin mama. Nuk i kam të gjitha përgjigjet për ty. Pse nuk i telefonon pastorit tim dhe ta pyesësh për të gjitha këto, nëse vërtet kërkon përgjigje? Ashtu do bëj. Cili është numri i tij? Ajo më kishte sfiduar. Edhe unë duhej të merrja vendimin nëse vërtet do të kërkoja përgjigje apo thjesht po më pëlqente të diskutoja. Të dukesha e zgjuar në sytë e mi. I telefonova pastorit dhe disa ditë më pas ai erdhi të më takonte. T'ju sjell në një gjë të ftohtë për të pirë, pastor? Jo, faleminderit. Është e bukur të ulesh këtu jashtë dhe të shijosh bukurinë e krijimit të Perëndisë. Ti pati më the se kishe pyetje për Perëndin dhe për planin e tij të shpëtimit nëpërmjet Jezu Krishtit, birit të tij. E kam lexuar Biblën shumë, edhe vetëm më është forcuar mendimi se Perëndia është zemërak dhe egoist. Te cila pjesë je duke lexuar? Te dhjata vjetër, ndonjëherë lexoj edhe dhjatën e re. Si thua sikur të mos e lexosh më dhjatën e vjetër, por të lexosh nga Ungjit duke filluar nga Gjoni? E gjithë Bibla për Zotin flet apo ja? Dhe për marrëdhënien e njeriut me Perëndin. Por Jezus i tha: nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Nuk e kuptoj këtë, jo. Nuk e kuptoj. Do të thotë se Zoti është i shenjtë dhe një mëkatar nuk mund ta kuptojë të vërtetën e Perëndisë. Ai nuk mund të shohë siç duhet derisa Zoti t'i pastrojë zemrën dhe jetën. Po ti pati e sheh veten si mëkatare? Të gjithë janë. Po. Dhe Bibla thotë: paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Krishti vdiq për mëkatet e tua. Bibla thotë: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Zoti t'i jep falje dhe jetë të përjetshme pati. I kam dëgjuar të gjitha këto gjëra kur isha në jetimore. Gjatë asaj kohe i besoja.
Tani, jo më. Atëherë nëse ti ke të drejtë dhe unë gaboj duke besuar se gjaku i Jezu Krishtit, birit të Perëndis, i derdhur në kryq për mua më shpëton, çfarë humbasu nëse vdes? Dhe nëse unë kam të drejtë dhe ti gabohesh, atëherë çfarë humbet ti nëse vdes? Ajo pyetje e preku zemrën time arrogante. Shkova në kish disa herë me vajzën, madje edhe vetëm. I lexova ungjit dhe fillova të besoj faktin që Jezusi është biri i Perëndis i cili vdiq në kryq për të shpëtuar botën. Kur vajza po sillte në jetë fëmijën e saj të parë, unë prisja me paturim në sallën e pritjes. Pasi e mbajta në krah Samuelin e ëmbël, dola shëtitje vetëm në orën 3 të mëngjesit. O Perëndi, faleminderit që shpëtove jetën e vajzës sime. Faleminderit për nipin tim të bukur. Kisha shumë frikë se mos i humbisja të ty. Më vjen keq që të kam menduar si një perëndim i zorë dhe jo të dashur. Në momentin që pash fytyrën e Samuelit, e dija që ti ishe një perëndi dashurie edhe mëshire. Mendova se ajo bisedë me Zotin më bënte të krishterë. Fillova të shkoj në kishë rregullisht. Në qershor shkova të vizitohesha tek një mjek, i cili vinte në të njëjtën kishë me mua. Pi duhan ti pati? Po, por nuk pi alkool. Kur ka qenë hera e fundit që ke qenë tek mjeku? U bë kohë. Nuk besoj se Zoti po më ndërshkon, apo gjëra të tilla. Kjo që sa po më the, me kaq pa kujtesi, nuk ka pse të jetë e vërtet. Bibla thot, mos u gënjeni. Perëndia nuk vihet në lojë, sepse shtëmbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Ligji i Perëndis në lidhje me mbjelljen dhe korrjen është i njëjti. Dhe në jetë, ashtu siç është në agrikulturë. Të gjitha vendimet në jetë sjellin rrethana të njëjta. Kjo është arsyeja pse Perëndia na dha fjalën e tij, në mënyrë që ne të mos ecim më në rrugën që të çon në shkatërrim. Pati, në mitër ke një mas tumorale. Mund të jetë kanceroze. Por, për ta vërtetuar, do të më duhej të të operoja. Duhet të operohem? Kur? Sa po salla e operimit të jetë gati. Kur po shkoja në shtëpi, po mendoja shumë rreth faktit që mund të kisha kancer. Nuk kisha gati për të vdekur. Dhe kjo më bëri të mendoja për përjetësim. A do shkoja tek Perëndia? Përgjigjja ishte jo. Fillova të qaja. Perëndi, pendohem për të gjitha mëkatet që kam bërë. Të lutem më fal. E di që janë shumë. E di që janë të rënda. Dua të ndryshoj, Perëndi. Më shpëto. Eja në zemrën time edhe bëhu sot jetës sime, sa do pa kohë të ketë mbetur. Më mëso të besoj. Më trego si je në të vërtetë. Më vjen keq që nuk e kam dëgjuar zërin tënd më parë. Që nga kjo kohë unë do të dëgjoj. Ç'kemi në zemra? Çdo gjë në rregull? Edhe po, edhe jo. Brenda 8 ditëve do të më operojnë për të më hequr një mas tumorale. Një mas tumorale? Mund të jetë malign, por unë nuk kam frikë, Richard. Si, nuk e? U shpëtova, Richard. Kur po kthehesha në shtëpi, Zoti më shpëtoi. Le të themi që ma operoi zemrën. Për çfarë ke fjalën pati? U pendova për mëkatet e mia. Edhe i kërkova Jezusit të vinte në zemrën time. Dhe ai erdhi. Vërtet? Po, kam kuptuar se Zoti përdor rrethanat për të na ndihmuar të kuptojmë sa shumë nevojë kemi për të. Ai ka kërkuar të më flas. Ka qenë ai zëri i brendshëm për të cilin të kam thënë. Sa mirë, zemër. Mjaft që ti jesh e lumtur. Edhe ti ke nevojë të shpëtohesh, Richard. Jezusi vdiq për mëkatet e tua. Po unë nuk jam gati për këtë, pati. Që nga momenti i shpëtimit, Zoti më dha një zemër
dhe një mendje të re. E kuptova ç'do të thotë të rilindësh, dhe të gjitha mëkatet si një helm brenda trupit që po më vrisnin, u shtukën nga shpirti im. Inati dhe zemërimi që me vite më kishin mbajtur të lidhur, nuk ishin më. Vajzës ja tregova këtë lajm gjatë kohës që po bëhesha gati për të futur në sallën e operacionit. Sa mirë, mama. Pyesja vetëm pse ishe kaq i qetë për operimin. Doja vetëm që ti ta dije se nëse vdes, do jem me Perëndin. Unë nuk mendoj se kjo është koha kur Zoti do të marrë në shtëpi. E po, nëse nuk është, atëherë kam një arsye për të jetuar. Tani do t'i shërbej atij me çdo frymëmarrje që ai më jep, nëse mund të më përdor. Po sigurisht që mundet. Nuk e di. Gjithë këto vite kam qenë shumë e ngatruar dhe kam akoma shumë të meta. Të gjithë kemi, mama, por Perëndia të ka bërë një grua të re tani. Operacioni doli me sukses. Kanceri nuk ishte malign. Zoti tash më kishte hequr edhe kancerin më të rënd, zemërimin, i cili për vite më kishte konsumuar shpirtin. Jezusi brenda 1 minuti bëri atë që ilaçet edhe psikiatrit nuk mundën ta bënin për një kohë të gjatë. Ai më shëroi. Kur shkova në shtëpi, i telefonova pastorit dhe i tregova lajmin e mirë. Lavdi Zotit pati. Është një mrekulli që Zoti më shpëtoi mua. Sa herë që një shpirt shpëtohet nga theri është një mrekulli që nuk krahasohet. Mrekulli shumë më e madhe se sa kur Jezusi i ktheu shikimin të verbërve, apo kur shëroi të çalët, apo edhe kur ringjalli Llazarin prej së vdekuris. Po, ashtu është. Le të lutemi bashkë dhe ta falenderojmë Perëndin. Lutemi. Zot, ne të falenderojmë që e shërove patin dhe që i dhe jetë të përjetshme. Faleminderit për faljen tënde nëpërmjet besimit në gjakun e derdhur në kryq dhe në ringjalljen e birit tënd, Jezu Krisht. Fjala jote thot, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Tani Perëndi ndihmoje patin të jetojë qetë në atë që Krishti kreu në kryq. Ndihmoje të rritet në besim. Unë u shpëtova në 24 qershor të vitit 2000 dhe vazhdoj të besoj në Zotin çdo ditë. Kam shkruar poezi për vajzën që dikur kam qenë dhe për këtë që jam tani. Nuk ka qenë lehtë për mua të kthej kokën pas dhe të shoh sa e pa shpresë kam qenë. Por tani kam një shpresë të përjetshme që nuk shuhet kurrë. Kam bërë shkollën biblike si këshilltare dhe shërbej duke dhënë mësim në kishë të dielave. Kur Richardi pa ndryshimin në mua dhe kur dëgjoi fjalën e Perëndis, ai e pranoi Krishtin. E falenderoj Zotin që më ka dhënë një bashkëshort besnik dhe të dashur. Jeta ime është shumë e bekuar tani, dhe gjithë nderin dhe lavdin ja jap Perëndis. Çdo hap tronditës më afroi pranë dashurisë së përjetshme dhe të padështueshme të shpëtimtarit tim, Jezu Krishtit, dhe ai do të bëjë të njëjtën gjë për ty. Për shkak të grave si Patricia, 60 vite më parë, Pacific Garden Mission hapi divizionin e grave, duke strehuar dhe kujdesur për ato gra që nuk kanë as shtëpi e as qëllim tjetër në jetë përveç mbijetesës. Disa vinë së bashku me fëmijët, kështu misioni përmbush edhe nevojat e tyre. Këto gra kanë shumë nevoja. Disa janë dhënuar në grade të ndryshme dhe ka nevojë për këshillime biblike, që të mund të dalin nga idhrimi ku ndodhen dhe të mësojnë të falin. Disa prej tyre ka nevojë për edukim të mëtejshëm që misioni u ofron. Kështu ato të mund të kenë një rol më të mirë në shoqëri. Ato mësojnë se si të largohen nga zhgënjimet që kanë përjetuar dhe të ecin në dritë, të kërkojnë mençuri dhe durim në gjithë gjërat që bëjnë. Në mision ato ndihmojnë me gatimin dhe pastrimin dhe u shërbejnë të tjerëve. Për të mësuar më shumë rreth kësaj shërbese, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose mund na dërgoni një email në info@radiovic7.net. Nëpërmjet profetit Jeremia në kapitullin 29 dhe në vargun 11 Zoti thotë: sepse unë i njoh mendimet që kam për ju, mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo ardhme është për ju miqtë e mi. Perëndia ju do dhe po ju thuret në mbretërinë e tij. E vetmja derë është Jezus Krishti. Ju mund të hyni përmes kësaj dere në çdo kohë, duke kërkuar atij t'ju shpëtojë, sepse ai vdiq për mëkatet tuaja. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues për Krishtin, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë
ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Është privilegj për ne që ju po kaloni këto minuta të ditës suaj duke na dëgjuar. Shpresoj të ftoni edhe miq të tjerë dhe t'u tregoni se kur dhe si mund ta dëgjojnë programin ton. Ndoqët programin me numër 285. Kjo ishte pjesa e dytë e historisë së vërtetë të Patricia Peton. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.